Të nderuar shikues, përshëndetje. Partitë politike po vazhdojnë fushatën elektorale për zgjedhjet e 7 qershorit, duke intensifikuar aktivitetet e tyre në komunat të ndryshme të vendit. Para qytetarëve, ata po shpalosin programet dhe prioritetet qeverisëse, ndërsa kërkojnë besimin e votuesve për përbërjen e ardhshme të Kuvendit të Kosovës. Partia Demokratike e Kosovës ka mbajtur tubim për zgjedhjet e 7 qershorit në komunën e Pejës. Kandidati i saj për kryeministër Bedri Hamza tha se në fokus e kanë zhvillimin ekonomik të vendit, pacientët, studentet e fusha që prekin mirëqenien e qytetarëve. Partia Demokratike e Kosovës ka mbajtur tubimin zgjedhor në Pejë, ku kandidati i saj për kryeministër Bedri Hamza prezantoi programin e tij qeverisës, me fokus në zhvillimin ekonomik, mbështetje për bizneset, pensionet, shëndetësinë dhe arsimin. Peja e ka tradit punën dhe biznesin. Gjithmonë ka pas, dhe jam i bindur, do të ketë biznismen suksesshëm. Do të folim me respekt për ndërmarrësit, sepse ata kontribuojnë. Ata paguajnë taksa, ata punësojnë njerëz. Bizneset e Pejës punësojnë dhjetra mijëra njerëz qytetarë të Republikës Kosovës. Hamza nënvizoi se programi i PDK-s parashën mbështetje të veçantë për pacientët e studentët. Na kena me rrit pagat. Na ka thonë edhe kalumen që është premtim elektoral. Është premtim elektoral, e kemi marrë fjalën atëherë, kena me marrë edhe sot 50% paga për gjithë punësurit në sektorin publik. Edhe për mësues, edhe për arsimtar, edhe për profesor, edhe për mjek, edhe për personel shëndetësor, edhe për polic, edhe për ushtar, edhe për zjarfiks, edhe për shërbim civil, për mbi 90.000 njerëz që punojnë në sektorin publik. Në fushën e arsimit, Hamza tha se synon modernizimin e kurikulave në zhvillimin e mësimit dual, me qëllim ndërlidhjen e teorisë me praktikën dhe përgatitjen më të mirë të rinjve për tregun e punës. Partia Demokratike e Kosovës ka mbajtur tubim zgjedhor edhe në komunën e Gjakovës. Kandidati i partisë për kryeministër Bedri Hamza shpalosi programin e këtij subjekti, derisa premtoi mbështetje për bizneset, rritje të pagave, sigurime shëndetësore, grante e projekte në arsim me shëndetësi dhe fusha të tjera. Kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës për kryeministër Bedri Hamza në tubimin zgjedhor në Gjakov shpalosi programin e tij qeverisës, duke premtuar rritje të pagave, mbështetje për bizneset dhe punëtorët, sigurime shëndetësore dhe realizim të projekteve të tjera. Ne do ta kryjmë reformën e pagesës të VSH-s. Të shoh që ka edhe biznesmen suksesshëm. Ju drejtohem biznesmenëve, ndërmarrësve, sepse pagesa të VSH-s kufi është një barë ron për biznesin. Jam ngarkon likuiditetin, ja rrit kostën e operimit. Ne do t'i stimulojmë me grante gjitha bizneset prodhuese dhe bizneset fillestare 30% të investimit. Sipas Hamzës, Partia Demokratike e Kosovës po garon me një program të qartë dhe me një ekip që garanton zbatimin e tij. Partia Demokratike e Kosovës ka me rrit paga 50% për gjithë punësurit në sektorin publik. Dhe këtë, në fillim të mandatit, dhe jo njëherë, na nuk jemi kundër që t'ju ndihmohet qytetarëve të Republikës Kosovës. Çdo përkrahje ndaj tyre është një ndihmë. Programi i PDK-s sipas Hamzës parashë gjithashtu investime në energji dhe infrastrukturë. Lidhja Demokratike e Kosovës ka mbajtur fushatën elektorale në fushë Kosovë para të pranishmeve. Kandidati për kryeministër i kësaj partie, Lumir Abdigjiku, premtoi program zhvillimor, duke bërë të ditur se LDK-ja vjen me një ekip të shkëlqyeshëm dhe me një program ambicioz. Ndërsa bartësia e listës së kësaj partie, Vjosa Osmani, tha se është bindur se do të dëgjohet zëri i tyre për një ekonomi të fortë përmes një programi të qëndrueshëm.
Lidhja Demokratike e Kosovës ka mbajtur tubim elektoral me qytetarët të fushë Kosovës. Kandidati për kryeministër i kësaj partie, Lumir Abdigjiku, para tyre premtoi program zhvillimor duke bërtetitur se LDK-ja vjen me një ekip të shkëlqyeshëm dhe me një program ambicioz. Do marret në investimet madhore në infrastrukturë, në energjetik, sidomos në energjetik aty ku kush Kosova merr e duhet marrë përfitim bazik së pari para çdo komune tjetër dhe merr mbështetje në mësim tërditor, në spital të ri, në central të ri me gaz, gjithandej Kosovës. Ndërsa bartësia e listës së kësaj partie, Vjosa Osmani, tha se është bindur se do të dëgjohet zëri i tyre për një ekonomi të fortë nëpërmjet një programi të qëndrueshëm me paga më të larta dhe me ulje çmimesh. LDK-ja jo vetëm premton që nuk do të rritet çmimi i rrymës për asnjë cent për 4 vitet e ardhshme, njëkohësisht ju garanton që çmimet e produkteve bazike të gjitha do të ulen. Shtesat edhe për fëmijë, edhe për nëna, edhe për gratë kujdestare do të garantohen me ligj, në të njëjtën kohë garanton edhe zhvillim e punësim e rritje pagash e dyfishim të pensioneve. Duke u bërë thirrje qytetarëve të fushë Kosovës që ta votojnë këtë parti, Abdigjiku dhe Osmani thanë se do të angazhohen që Kosova të antarësohet në NATO dhe në mekanizmat e tjerë ndërkombëtar. LDK ka vazhduar fushatën elektorale dhe në shtime. Para qytetarëve të kësaj komune u prezantua programi për më shumë zhvillim, mbështetje për familjen, ekonomi dhe investime. Kandidati për kryeministër nga LDK Lumir Abdigjiku tha se mbështetja dhe energjia e qytetarëve janë dëshmi se ndryshimi po merr rrugë. Lidhja Demokratike e Kosovës e ka vazhduar fushatën zgjedhore për zgjedhjet e parakohshme të 7 qershorit në një tubim në shtime, ku kryetari i partisë Lumir Abdigjiku prezantoi programin ekonomik dhe projektet infrastrukturore që sipas tij synojnë zhvillimin dhe sigurinë e qytetarëve. Do të nisim me xhepin e konsumatorëve, njerëzve tonë, familjeve tona, me përballimin e çmimeve të rritura e që rritën vazhdimisht. Lejoni që këto shtime të japë një zotim të qartë për heqjen fillimisht të TVSH-s në çdo produkt bazik në Republikën e Kosovës, në miell, qumësht, vezë, vaj, e sheqer, në mënyrë që çmimet e produkteve bazike të ulen për qytetarët tonë, sepse janë të larta, janë të shtrejta, shteti nuk mund të vëzhgojë teksa çmimet rriten secilën ditë. Bartësia e listës së LDK-s, Vjosa Osmani, në fjalimin e saj theksoi se LDK-ja po vjen e bashkuar me një plan për dinitet, siguri dhe zhvillim. Shteti sot ka nevojë për vendosmërinë tuaj, për vendosmërinë tonë të përbashkët, që t'i japim shtetit zë e ta kthejmë brenda familjes së përbashkët të popujve të lirë evropian, që t'i rilidhim fijet e miqësisë së përhershme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës më fort se kurrë. Në fokus të programit të LDK, sipas drejtuesve të saj, mbetet mes tjerash edhe arsimi dhe mbështetja për familjet, ku premtua investime në qerdhe dhe mësim tërditor në çdo komunë të Kosovës. Fushatën elektorale, lëvizja vetëvendosje ka vazhduar në qytetin e Pejës, ku kandidati për kryeministër Albin Kurti premtoi se rruga Kuqish-Qakor do të përurohet për pak javë. Ai po ashtu premtoi mbështetje financiare për ndërmarrjet prodhuese vendore dhe për diasporën që duan të investojnë në Kosovë. Kurti premtoi edhe rritje të punësimit për gratë përmes pakos superpuna për gratë. Në tubimin elektoral në Pej, kandidati për kryeministër nga lëvizja vetëvendosja Albin Kurti premtoi se për pak ditë do të përurohet rruga Kuqish-Qakor, e cila do të ndihmojë komunën e Pejës të shtohet turizmi dhe ekonomia. Rrugës për Pej sot e thirra në telefon ministrin e infrastrukturës dhe transportit me pyet për rrugën e Rrugovës Kuqish-Qakor. Edhe që ajnë ato qaste ndodhet të vendi ku do të ndërtohet rruga bashkë me projektuesin dhe se projekti do të përfundoj brenda javës e do t'ju prezantohet banorëve të rrugës. Kjo është një rrugë të cilën të dashur pejan ju e dini më mirë se unë, që nuk është prek
prej kohës Ibrahim Rrugovës e kur ministri ishte Zef Marina. E pra, prej kohës presidentit Rrugova, ne tash po e bëjmë projektin dhe po e vazhdojmë këtë rrugë, e cila do t'jetë e ndërtuar, e modernizuar, ashtu që t'ja shtoj turizmit vlerën, ta mundsoj zhvillimin ekonomik dhe në këtë mënyrë rrugovasit dhe Peja të lidhen me njëri tjetrin, por edhe gjithë kjo zonë t'jetë mikpritëse çyshe meriton për turistët e shumt, jo vetëm nga Kosova dhe jo vetëm shqiptarë në përgjithësi. Kurti po ashtu premtoi se me planin e tij qeverisës do të ndihmon ndërmarrjet vendore, për të cilat qeveria do të ndajë fond të veçantë, e i cili do të përdoret si garancë për marrjen e kredive në banka për kompanitë prodhuese. Ajo që ka nevojitet në vijim është prodhimtaria e shtuar. Prandaj 1 miliard euro do t'i ndajmë për garantimin e kredive investive të gjithë atyre që prodhojnë. Askush nuk do të ketë më nevojë që ta lë hipotekë te bankat kur merr kredi investive, tokën, shtëpinë apo veturën, sepse shteti juaj do të jetë garanci për investimet tuaja në prodhimtari që edhe vazhdojnë punësojnë edhe ngrisin cilësinë e punësimit. Mes tjera, Shkurti premtoi rritje të punësimit për gratë, ku përmes pakut superpuna për gratë, çdo ndërmarrje private që punson gratë, qeveria të punësuarit do të ndihmojë për 6 muaj, duke e paguar me pagën minimale krahas pagës që do ta merr nga punëdhënësi. Ai shtoi se paga e 13 do të vazhdojë të jepet çdo vit për punëtorët e sektorit publik. Ndërtim të një ekonomie më të qëndrueshme, duke reduktuar varësinë nga ndihmat shtetërore dhe duke fuqizuar qytetarët e bizneset përmes vetë zhvillimit dhe investimeve, ka premtuar në Rahovec kandidati për kryeministër Ardian Gjini. Në tubimin elektoral, ai po ashtu ka theksuar se AK në programin e saj ka dhe sigurinë dhe energjinë. Qyteti i Rahovecit ishte ndalesa radhës e fushatës elektorale të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës për zgjedhjet e 7 qershorit, ku drejtuesit e këtij subjekti politik prezantuan prioritetet programore para qytetarëve. Kandidati për kryeministër nga AK Ardian Gjini, para qytetarëve të Rahovecit ritheksoi fokusin e partisë në 3 shtylla kryesore: sigurinë, zhvillimin ekonomik dhe energjinë. Ai tha se synimi i tyre është ndërtimi i një ekonomie më të qëndrueshme, duke reduktuar varësinë nga ndihmat shtetërore dhe duke fuqizuar qytetarët e bizneset përmes vetë zhvillimit dhe investimeve. Të popujt e botës e kanë një moment, një histori të vetën, cilin do që e shihni, kur e kanë marrë një vendim, edhe jo në kthy drejt zhvillimit, krejt. Po kanë hekë ma herë, qysh kem hekë na? Kanë pas momente të zërshme, kanë pas jetë zërshme, luftra, vërfni, shtypje, amo i kem kalu, edhe neve duhet me na ardhë momenti, duhet me na ardhë momenti kur kthehemi ka duhet, kthehemi ka zhvillimi, kthehemi ka jeta e pinitetshme me mundin e secilit, kur nuk lypim me na falë kërkush kur gjo. E nëse ka në komunë në Kosovë që mundet me dhonë që të shembull, është Rahoveci. Ka ana tjetër ish kryetari i AK-s Ramush Haradinaj gjatë adresimit të tij para mbështetësve në Rahovec, foli për angazhimin politik të subjektit dhe objektivat që sipas tij synojnë forcimin e shtetit dhe përmirësimin e mirëqenies së qytetarëve, e po ashtu edhe mbështetjen e fermerëve të kësaj zone. Rahovec është martir, martiri lirisht, martiri lirisht. Nuk ka shtëpi këtu në qytet, e shka vend dhe në banim të Rahovecit, që shikoj ende plavët e luftës, dhimbjet e luftës. Se dojmë një herë me dalë në dritë, me konë vetja, me mujtë mu zhvillu, me na ullë çmimi i rrymë se mu zhvillu, Kosova me rritë pakat e pensionit, e me pas jetë, me pas përshifrën, besoni, po ju siguroj, një dytet. Në këtë tubim, Aleanca u bëri thirrje qytetarëve që ta votojnë numrin 128 dhe programin e Ardian Gjinit, program nga i cili sipas tyre do të mundsoj zhvillim dhe përparimin e Kosovës.
Të nderuar shikues, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura në kuadër të kronikës zgjedhore. Faleminderit që na ndoqët, miru pafshim.